Për temën veprimtaria letrare tek i Dervishit, më 15 maj në natën e fundit të takimeve të mitingut të poezisë folën njohës të mirë të krijimtarisë së tij, të cilët e quajtën si poet heretik. Vepra letrare tek i Dervishit përbën një herezi të brendshme, një herezi të thellë, që është karakteristike e shumicës artistëve të mëdhenj, të cilët arrin që aksionologjinë e tyre t'ia imponojnë shoqërisë, që siç po thuhet tani ta sfidojnë botëkuptimin e shoqërisë. Ta provokojnë një stereotip kolektiv të menduarit dhe të ndjerit të realitetit. Vepra e Kjut, që nga fillimi e kishte një gjuhë ndryshe artistike, saqë arsyeton pohimin e Roland Barthit kur pohon se ai që ban ndryshimin e gjuhë, ai e ban edhe revolucionin. Tek i Dervishi ka qasje teknik të re të rrëfimit të ndjeshmërisë poetike. Secila poezi përmban dhe shpreh motive nga jeta e nga historia e popullit. Secili varg është pjesë e trungut i lirë, është damar nga dheu arboror, është gjuha e jeta, është shpirti i këtij populli. Si me poezi, ashtu edhe me prozë, paraqet copat e jetës e vuajtjes, copat e vetflijimit për liri, vulos copat e mozaikut të një kohe të vështirë të popullit, të një gjendje shpirtërore nëpër etapa historike. Ndërsa shkrimtari Agim Vinca tha se tek i Dervishi, pavarësisht se ishte tehet i padëshiruar për sistemin e ish-Jugosllavisë, ai qëndroi stoik në veprimtarinë e tij letrare dhe krijuese në përgjithësi. Krijues me një imagjinat shumë të pasur, krijues me një profil të gjerë dhe me një prirje moderne e avangardë. Si poet, ai ra në sy qysh në fillimet të tij, kur filloi të portonte jeta e Sarbukulit, por edhe si tregimtar, si poet, verbin poetik të i Dervishit të shquante ndjenje e rebelimit, protesta kundër të keqes, dashuria për njeriu. Për ndryshe, tek i Dervishi lindi në janar të vitit 43 në Gjakov dhe vdiq më 29 qershor 2011. Pas shkollimit fillor, ai ra në sy të regjimit serb të asaj kohe dhe u burgose u dënua në moshën 17 vjeçare, ku vuajti dënimin disa vjeçar në burgjet serbe. Tek i Dervishi është ndër të burgosurit më të rinj shqiptar që vuajti në burgun famkeq jugosllav të Goli Otokut.